Përshëndetje të gjithëve. Uroj që të mos kenë probleme me sinjalin, sepse sapo kemi përfunduar maratonën përgatitore të përgatitjeve për sezonin e ri në dytë të këtij mandati dhe jam duke ecur drejt Pogradecit ose nëpërmjet Pogradecit dhe këtu ka 2-3 pika që ka pak problem me sinjalin, po do mundohem të flas sa më shkurt pasi ka patur interesim edhe nga mediat aty të pranishme, por preferova këtë kontakt të drejt për drejt për të thënë që kemi përgatitur shumë çka tani më duke I dhënë dorën e fundit, pasi kemi punuar intensivisht edhe si reflektim I thelluar I asaj që nisi përpara se sa pushimet të ndërprisnin punën intensive të ditës, edhe pse ishin pushime aktive në këtë drejtim, dhe kemi konsoliduar disa pozicione, qoftë lidhur me raportin qytetar-shtet dhe shtet-qytetar, dhe këtu kam parasysh qeverisjen ekzekutive, por edhe shumicën parlamentare. Kemi konsoliduar pozicionin lidhur me qasin e re të partisë në territor përmes pranisë besnike dhe kemi po ashtu konsoliduar disa pozicione lidhur me risit e vitit të dytë në aspektin e programeve të qeverisë, të cilat shtrihen nga disa programe të mëdha, ku mbase ai më I spikaturi do të jetë programi I strehimit, për faktin që vjen si një gjë krejt e re, dhe deri tek një sër programesh të tjera që prekin faktikisht disa sektorë. Pa harruar edhe ecurin e punës që tani më është puna e projektuar qysh në kryeterës. Besa është tani më një koncept I konsoliduar në themel të pozicionit të parë, raportin shtet-qytetar dhe qytetar-shtet, dhe besën ne shohim si një akronim dhe jo thjesht si fjalën ndër më të vyrat e thesarit të kulturës dhe të historisë shqiptare, një akronim që thot besim, thot empati, thot shërbim dhe thot angazhim. Dhe me këtë tok fjalësh kemi përcaktuar edhe hapat që do të ndiqen për ta çuar në një nivel tjetër marrëdhënien, duke pasur parasysh se tani disponojmë 2 baza shumë të rëndësishme, baza teknologjike të marrëdhënies I Albanian dhe bashkëqeverisjen, të cilave do t'i shtohet dhe pasqyr Albania, që do t'jetë dritarja e vetme unike ku qytetari do të drejtohet. Do të drejtohet për t'u informuar në kohë reale për gjithçka që qeveria e tij, që shteti I tij në aspektin gjithmonë, sepse në moment të dytë, nëse shohin të arsyeshme dhe kur ta shohin të arsyeshme, edhe
komponentët e qeverisës gjyqësorit mund t'i bashkangjiten asaj dritare, është një dritare ku secili ka autonominë e vet, për të pasur kontaktin direkt të qytetarit me atë pushtet. Dhe nuk është thjesht vetëm halli, kërkesa e qytetarit që do të konceptohet si një letër apo si një pako që çohet me post, me DL, dhe statusi i cilës ndiqet ngo reale dhe statusi bart edhe përgjegjësitë e afateve, dhe ky është synimi i këtij projekti, por është edhe gjithë pjesa tjetër që shkon qeveria tek qytetari, shkon shteti tek qytetari për të mos e lënë të papërgatitur dhe të pa armatosur me argumenta përballë atij ndërmjetësit padukshëm që ka hyrë në jetën tonë, që është algoritmi.